Presidenti amerikan Donald Trump shpalli një marrëveshje me kompaninë farmaceutike britanike AstraZeneca, sipas së cilës disa prej banave të saj do të shiten me zbritje për programin shtetëror të kujdesit shëndetësor Medicaid. Pakti është i ngjashëm ato që u arrit javën e kaluar me Pfizer. Këto marrëveshje sugjeron një model të ri që shtëpia e Barr synon të ndjek për të realizuar uljen e çmimeve të banave në SBA. Në korrik, presidenti u dërgoi letra 17 kompanive më të mëdha farmaceutike, duke u kërkuar të reduktonin çmimet. Pfizer dhe AstraZeneca janë të parët që kanë pranuar të nënshkruajnë një marrëveshje me administratën. CEO i AstraZeneca, Pascal Soriot, deklaroi gjatë një eventi në zyrën ovale se kompania do të ofrojë gjithashtu ulje për një pjesë të ilaçeve përmes faqes së internetit Trump RX, që pritet të dalë në treg vitin e ardhshëm. Soriot tha se AstraZeneca do të përfitojë një përjashtim 3 vjeçar nga tarifat për të lokalizuar pjesën tjetër të produkteve në SBA. Pacientët amerikan aktualisht paguajnë ndjeshëm më shumë për banat me recetë, shpeshherë deri në 3 fish krahasuar me vendet e tjera të zhvilluara. Ndaj Trump ka ushtruar presion ndaj kompanive farmaceutike që të ulin çmimet, duke i parafruar me ato të shteteve të tjera ose të përballen me tarifa të rënda. Muajin e kaluar, lideri amerikan kërcënoi me taksa 100%, si dhe kërkoi zhvendosjen e prodhimit në Shtetet e Bashkuara. Shpenzimet e Medicare për ilaçet arritën në $216 miliard në vitin 2021, ndërsa kostot brute të Medicaid ishin rreth $80 miliard.